Tashmë, të gjithë kemi ndjekur Big Brother VIP Albania 5 dhe I njohim banorët më mirë se kur. Të gjithë tashmë e dim edhe për trekëndëshin, Casey, Stelina dhe Ina, të cilët vinë nga një emision tjetër I Top Channel, përputhen, ku kanë patur një marrëdhënie me njëri tjetrin. Megjithatë, fillimisht ishte mes Casey dhe Stelinës, por me hyrjen e Inës në emision, çifti u nda dhe Casey lidhet me Inën. Edhe në një emision tjetër, Ina vjen sërish për të ndarë këtë çift dhe tashmë duket se po e rifiton sërish Caseyn. Pas gjithë këtyre situatave, duket se Casey edhe pse I premtoi Stelinës që do të ishin bashkë dhe kërkonte një mundësi tjetër nga ajo, nuk po mban më fare anën e asaj, por gjatë gjithë kohës shihet duke u afruar apo duke u puthur me Inën. Ditën e sotme, teksa banorët bisedonin, Ina ka shkuar në shtratin e Caseyt ku kanë fjetur bashkë dhe duket që janë shumë të afrueshëm me njëri tjetrin. Ndërkohë, Stelina mundohet që të jetë e fortë, por duket se nga brenda I djeg dhe është e lënduar shumë nga kjo sjellje që ishi dashuri I saj apo personi që ka shprehur që ende don, po sheh një vajzë tjetër, sidomos atë vajzë që I kishte ndarë herën e parë. Duket që kjo është një marrëdhënie shumë toksike, megjithatë, nuk dihet se si kjo histori do të shkojë. Po juve çfarë mendimi keni për këtë situatë? A mendoni se Casey ka me të vërtet ndjenja për Stelinën apo për Inën, apo këtë gjë po e bën thjesht si strategji loje? Komentojeni mendimin tuaj dhe mos harroni të shtypni butonin subscribe për të mos humbur asnjë video të re rreth kanalit ton. Ju faleminderit.